Allahun e falenderojmë, ata e madhërojmë, edhe prej ti më të shtrenjtën e kërkojmë Gjennetul Firdausin, ja Rabbel Alemin. Prej Allahut kërkojmë gjennetin, edhe prej ti kërkojmë që Allahut na ruan nga zjarmi i xhehenemit. Salat edhe selame i dërgojmë pejgamberit alayhis salam, familjes tij, shokëve të tij dhe gjithë atyre që ndjekin rrugën e Islamit deri në ditën e Kiametit. Besimtarë të nderuar, i madhi Zot subhanahu wa taala na ka dhënë shumë mirësi që ne s'kemi mundësi mi numëru. Mirësia më e madhe është udhëzimi në rrugë të Zotit dhe Allahu na ka bërë të dashur këtë fe, që ne nëpërmjet implementimit dhe praktikimit të fejes e tregojmë dashurinë dhe bindjen ndaj madhnisë Allahut. Prezenca juaj në këtë ditë të veçantë e tregon nevojën se ne kemi nevojë për udhëzim nga Zoti. Prezenca ju në xhami tregon se ne kemi nevojë për mëshirën e Zotit. Prezenca e juve tregon se ne kemi nevojë për faljen e Zotit. Prezenca ju i tregon se ne kemi nevojë për me kërku më të shtrenjtën, ajo është Gjennetul Firdausi, Allah i nasip në boft. Allahu prej shumë të mirave në ka dhënë pas udhëzimit, në ka dhënë shëndetin. Sepse njeriu me shëndet dhe me udhëzim në rrugë të Zotit e madhron Allahun më shumë se sa ai i cili ka telashe me shëndet. E pastaj prej mirësive të Zotit, Allahu na ka dhënë kohë. E në mbrëna kohës jemi të lindur, jetojmë dhe vdesim dhe fitojmë kënaqësinë e Allahut mbrëna kësaj kohe që jeton njeriu në mes 60 dhe 70. Pa humbur shumë kohë. Sot po du me fol për një mirësi të madhe që Allahu është betuar dhe ka zbrit sure komplet, vetëm fjalën e parë të këtij ajeti, wal asr, pasha kohën janë në humbje të gjithë. Përveç ata që besuan dhe banën vepra të mira, u këshilluan në hak dhe në sabër. Allahu thot, wal asr, pasha kohën. Është betuar Zoti, e Allahu kur të betohet diçka në të shtrenjtë, e tregon vlerën dhe peshën e saj. Masi Allahu është betuar në kohë, atëherë pi u drejtohem vetit dhe juve, atu vallë, si e harxojmë ne kohën. Jam të fol këtë kohë të lirë që ne e madhrojmë Zotin dhe i shfrytëzojmë mirësitë e Zotit, atu vallë, kush është vjedhësi më i madh i kohës tonë? Një hajdut, një vjedhës që është ja marrë pjesën më të shtrenjtë të jetës, kohën, e cila nuk ka çmim. Çmimi i saj është xheneti ose xhehenemi, se nëpërmjet brenda kohës e fiton xhehenemin, brenda kohës e fiton xhenetin dhe udhëzimin dhe mëshirën e Zotit. Hajduti më i madh, po kaloj në temë gjëja më e vlefshme koha. Atëherë jeta reale është jeta që ti e madhron Zotin subhanahu wa taala. Ja kushton në xhamijes, ja kushton adhurimit, ja kushton dhe je afër familjes, afër vllaut, afër e vlladit tan, afër shoqërisë të mirë. Kush po të largon prej familjes? Kush po të largon prej xhamijes? Kush po të largon prej mësimit dhe librit? Asaj thojnë shkurt rrjetet sociale. Prandaj sot po tham kujdes nga hajduti më i madh, vjedhësi i jetës tonë në të cilën është interneti. Hoxh nuk ban pa internet. Përgjigjja është, unë nuk jetoj në mal atje, e as në Jupiter dhe unë jetoj në mesin tuaj. Unë tham, jo, nuk jetohet pa adhurim, nuk jetohet pa namaz, nuk jetohet pa shkollim, nuk jetohet pa respekt, nuk jetohet pa familje, nuk jetohet pa gruat ndershme, nuk jetohet pa evlat të khejrit. Kush e prish raportin e shoqërisë tonë, ngrohtësinë e familjes tonë, mendjen tonë, shpirtin tonë, moralin tonë, është e prish që kjo çka të ta marr kohën interneti pa kontrolluar. Prandaj jeta reale është ajo jetë që ja kushton xhamisë, ja kushton familjes, ja kushton shkollës, ja kushton punës, ja kushton gjanave që kanë vlerë. Prandaj interneti është vjedhësi më i madh që po ja u merr të rive dhe të rejave më të shtrenjtën, ajo është koha. Për ata duhet me pas kontroll. Porosia e parë. Kur hish në internet, hin sa ki nevojë, mos rresh gjithë ditën ta. Hi 15 minuta nëse ke ndonjë punë. Mos hub kohën bosh. Kontrolla mrena kur të hish në rrjetet sociale. Ata dëmtojnë imanin, ata forcojnë imanin. Ta dëmtojnë dil.
kry punë të tua zyrtare që i ki, mos hum kohë në te. Atëherë, kur të hysh, kontrolloj veten, kontrolloj sa duhet me nejt në internet dhe sa kohë harxhon në internet. Për i zatë Zotit, sa harxojnë kohë rinia jo në internet me jetën boshe. Interneti është, ose rrjetet sociale, është një botë shumë e hapër, në të cilën ka rreziqe, ka kufër, ka amoralitet. Të na kur tush hoxha Altani sa be këtë din. Dollari sa këtë din. Euro pse se ka vlerë. Unë po them rrjetet sociale, Instagram, Snapchat, Facebook, Mezbook, a kanë çmim apo pa para është? O vlla i ri, ti ki çmimin më të shtrenjtë, dikush po don më të blej ty. Nëpërmjet këtynve që s'kanë çmim, më të harxhu ty, më të harxhu më të shtrenjtën, fuqinë tënde intelektuale, fuqinë tënde trupit, të i riu dhe të e reja, don më ta shkatërru moralin tënd. Prandaj kujdes, se kjo ka rreziqe të mëdha dhe duhesh me pas kujdes. Edhe pse hoq, ka të mira interneti, i ku mësu do mesele, unë nuk po flas për individat caktuar, po flas për shtresën e madhe të rive dhe trejave tona, ma shumë ka dalalet se ka hidajet, ma shumë ka devijim se sa udhëzim. Prandaj, mësoja disiplinën jetës tënde dhe kontrolloje veten tënde ta dallosh të mirën dhe të keqen në internet dhe mos hum kohë. E sidomos ti bab që i ki fëmijët e vegjël dhe të ri, mos thuj thefshin qafën që ato gjemë të jepja një loj që a gjenë të lunë, e në të rrinë internet gjithë ditën dhe gjithë natën, masani valla, hoq, gjallis po mgon, qikas po mgon, normal, ja ke marë më të shtrenjtin, ja ke dhonë një shejtan në dorë, a i cili e hum kohën, fëmija në vend që me mësu lexim, shkrim, Kur'an, tërbije, edukat, ti jep gjana që nuk ke astin kontrol në fëmijën tënd dhe ja ke dhonë më të shtrenjtin kohën dhe fëmijën dikujna qka, aje qka e ka të shpik ndoshta Facebookin fëmijës vet nuk ja jep rrjetin social me përdor. Prandaj në internet ka gjona të lejume, por janë që të përqendrojnë, që të largojnë nga vlerat, se dikush mund me thonë hoxha s'pimar ka vesh gjonat. Unë tham se ka gjonat vlefshme dhe ka gjonat lejume, por shumica e tyre janë pa vlefshme. Prandaj kujdes, sidomos në këtë kohë të verës ku ka darsme. Njerëzit shkojnë pushime. Ti nëse ke bën një rrezillëk për vete dhe je zhvesh nderin tan, moralin tan, mëse që të ketë dynjan më të pa në internet dhe në rrjetet sociale. Jemi dëshmitar ketë, mu më vjen turp, mu shprej. Për ai çka nuk ka gire, nuk ka inat, nderin e vet, ai atëherë dhe fej nuk ka. Njeriu ka fej nëse ka xhelozi në nderin e tij. Vallon s'jam xheloz. Ai s'ka nuk ka xheloz në nderin e tij s'ka fej. E ti t'ja promovosh gruën, niqahin, qikën, gjalin, krejt dynjas, pa shamadhin Allah në dytë natës në athirin neve hoxalarve, hoq kam problem, më ka hik gruja, më ka hik qika, më ka hik, po normal, ja ke pru drejqin në shpe. Edhe e ke promovu mirësien, bukurin e saj, që Allah e ka kriju bukurin e gruës për burin, për niqahin. Amo jo mja promovu këtë dynjas, mja kalzu lakuritësien. Valla hoq, hajda po vjen më në da, halas jenë bashku, hala një qasë se kena bon hajde da në mini herë. Pse? Se lakmojnë në shejtan lëkin e rrjeteve sociale, ku thash shejtani i gjuan që në përmjet rrjeteve sociale se janë dyrë të hapëra. E zgjata shumë. Kështu që kujdes nga vjedhsi jetës tuaj i fshehur i cili është, kështu ja vjedh jetën pa e kuptu. Veç kur ta pash një ditë vjen me laçja vdekjes, 8 sahat në internet, 9 sahat në internet, 10 sahat në internet, kur pun me dorë s'ke ban, kur në shkollë s'ke shku, kur hajri familjes s'je kan, i shoqërijës s'je kan, i akrabëllëkit s'je kan, po çka ti vetëm shet informata, ato nuk të bëjnë dobi. Prandaj, rrjetet sociale ta dëmtojnë më të vlefshmën ajo shkoha. E lusim Zotin e madh që neve dhe juve dhe rinin ton, e vladin ton, Allahu ta ruan nga ky virus i madh, e cila është shumë telashe e madhe dhe shumë shkurorëzime dhe talake vinë për shkak kësaj diagnoze të smut që na merr kohën më të shtrenjtë. E lutim Allahun Azza wa Jall që Allahu të na ruan nga çdo kurth e shejtanit dhe insanit, edhe nga rrjetet sociale, edhe nga programet e ndyta që e shkatërrojnë moralin e trive dhe trejave tona. Nuk ka fe ai çka s'ka moral, e ai çka ruhet nga këto faqe, nga këto rrjete sociale, e ka ruajtur fejen. E lutim Zotin e madh që Allahu ta udhëzon rinin ton, neve, juve dhe gjithë muslimanët kudo që të jenë. E lutim Allahun të na fal gjunahet në këtë ditë faljes, o Allah na fal gjunahet. O Allah na udhëzon se udhëzimi është në dorën tënde, o Allah na mëshiro se
Mshira është në dorën tonë. O Allah, na ban nasib Jannatul Firdausin. Astaghfirullaha li wa lakum wa li sa'il muslimin fastaghfiruhu innahu al-ghafurur rahim.